Lufta mes Izraelit dhe Iranit, Teherani refuzon bisedimet bërthamore, ndërkohë që presidenti amerikan Trump ka deklaruar se Europa nuk po ndihmon në zgjidhjen e konfliktit. Irani deklaroi se nuk do të rinisë bisedimet mbi programin e tij bërthamor për sa kohë është në sulm. Pohimi erdhi disa orë pasi ministri izraelit i mbrojtjes paralajmëroi për një konflikt të zgjatur me Republikën Islamike. Ministri i jashtëm iranian ndërkohë u takua me diplomatët evropian në Gjenevë, të cilët e nxitën të ri përpjekjet diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi programin bërthamor të vendit. Ndërkohë përmes një mesazhi video, homologu i tij izraelit e paralajmëroi se nuk do të ketë zgjidhje të lehta dhe se vendi i tij duhet të jetë gati për një fushat të zgjatur, ndërsa foli për ditë të vështira përpara. Luftimet kanë vijuar gjatë natës me ushtrinë izraelite që njoftoi një valë të re sulmesh kundër infrastrukturës, magazinimit dhe lëshimit të raketave iraniane, ndërsa Teherani nisi raketat drejt Izraelit qendror. Shpërthime u dëgjuan pranë Tel Avivit dhe ka raporte se një ndërtesë në Izraelin qendror u përfshi në flakët. Ministri i Iranit tha se ky shtet është gati të merrte në konsiderat diplomacinë vetëm pasi të ndalojë agresioni i Izraelit. Ai insistoi sërish se programi bërthamor i Iranit është paqësor, por dhe sulmet e Izraelit shkelin ligjin ndërkombëtar. Irani ka theksuar diplomati i vendit islamik do të vazhdojë të ushtrojë të drejtën e tij legjitime të vetmbrojtjes. Ndërkohë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump tregoi se shanset për Iranin që të ulë pretendimet e tij e kanë një kufi. Trump tha se Republika Islamike kishte një maksimum prej 2 javësh për të shmangur sulmet e mundshme ajrore amerikane, duke sugjeruar se ai mund të merrte një vendim përpara afatit 14 ditor që vendosi të njëjtën. Presidenti amerikan gjithashtu shpërfilli bisedimet mes ministrit iranian dhe ministrave të jashtëm nga Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe Bashkimi Evropian, teksa theksoi se Irani nuk dëshiron të flasë me Europën. Ata duan të flasin vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Europa nuk do të jetë më në gjendje të ndihmojë në këtë luftë.